Kampionit aktual të futbollit të femrave Luboteni të Tetovës i hiqen 9 pikë dhe gjobitet me 750 euro, pasi praktisi ndeshjen në shenjë revolte për referimin e dobët. Komisioni disiplinor i FFM-s inicon procedurë kundër kryetarit të Lubotenit Dragolup Jovanovski për shkak se u bëri thirrje futbollisteve që ta braktisin ndeshjen. Në ndeshjen e Xhiros së 17 kundër AZ United, Luboteni në minutën e 75 në mënyrë demonstrative braktisi terrenin në struk pasi referët në krye me Vjolca Izeirin për herë të dytë u anulua goli. Paraprakisht FFM-ja këtë ndeshje regjistroi me rezultat 3-0 për AZ United. Me këtë dënim rigoroz, Luboteni nga vendi i dytë bie në të katërtin me 34 pikë, 17 pikë më pak se lideri Skopje 2014, me çka praktikisht betejë për titullin kampion vendoset në tavolinë. Të rikujtojmë se, këtë verë Luboteni zbardhi fytyrën e futbollit të femrave pasi për herë të parë një ekip nga Maqedonia shënoi 2 fitore europiane dhe kaloi një xhiro në kualifikimet më Ligën e Kampionëve në futbollin e femrave.